Përshëndetje. Në shkollë na kanë mësuar gjithçka, përveç gjërave që duhen me të vërtetë në jetë. Na kanë shpjeguar fotosintezën e bimëve, por jo si të mos lëndosh dikë që do. Na kanë mësuar tabelën e elementeve kimike, por jo elementet e një marrëdhënie të shëndetshme. Dhe kur vjen puna te prindërimi, pra roli më i rëndësishëm që do të luajë ndonjëherë një njeri, sistemi arsimor thjesht hesht. Si të thuash, merre vesh vetë kur do të vi koha. Rezultati, një brez i ri prindrish që bëjmë prova te fëmijët e tyre, pa manual, pa udhëzime, pa kuptim. Dhe në fund thonë me krenari, unë i rita siç dije. Po pra, ashtu siç dije. Por ndonjëherë dije s'është e mjaftueshme, sepse kur vjen nga trauma, varfëri emocionale dhe edukat që spjët shpirtin e një njeriu tjetër, por vetëm çdo të thonë njerëzit. Në shkollë të mësojnë si të lexosh libra, por jo si të lexosh njerëzit. Në Shqipëri fëmijët kalojnë 12 vjet duke mësuar për fakte, por jo për ndjenja. Askush nuk flet për emocionet bazë, për mënyrën si funksionon truri kur jemi të zemëruar, ose si të trajtojmë prindrit kur s'janë humor. Fëmijët dinë të reciktojnë bakterie bujqësi, por s'kan asnjë ide çfarë të bëjnë kur prindrit grinden në dhomën ngjitur. Nëse pyet një mësuese të 9 vjeçars, pse s'u mësohet për prindërimin, do të thotë sepse janë të vegjël, s'janë gati. Në fakt është e kundërta. Janë të vegjël, prandaj janë gati. Pikërisht në këto vite formohet mënyra si do të duan veten, si do të trajtojnë të tjerët dhe si do të bëhen prindër nesër. Dhe ironia më e madhe është kjo. Në shkollë u mësojmë respektin për mësuesin, por jo për prindin. Dhe më pas çuditemi pse kur rriten nuk dinë si të respektojnë fëmijën e vet. Prindërimi s'është një instinkt. Është art që ne se mësojmë dot në kafene. Në kulturën tonë prindërimi shihet si diçka që vjen vet, e natyrshme. Kur të bëhesh prind, do ta kuptosh vet, thonë të rriturit me një buzëqeshje misterioze, sikur po të nisin drejt në një inicimi sekret. Por se kupton dot, sepse prindërimi nuk është vetëm të ushqesh, të veshësh, ti çosh në kopësht apo në shkollë. Është një proces psikologjik, një lidhje e ndërlikuar ku çdo fjalë, çdo shikim, çdo reagim bëhet model i brendshëm për fëmijën. Nëse babai hesh gjithmonë kur është i mërzitur, djali do të mendoj se burrat nuk duhet të flasin për ndjenjat. Nëse nëna duron gjithçka, vajza do të mendoj se dashuria është durim pa kufi. Dhe kështu lindin brezat që e ngatrojnë afërsinë me kontrollin, kujdesin me anktin dhe dashurinë me fajin. Nëse do t'ju mësoj fëmijëve në shkollë për këto gjëra, do kishim një brez që kupton veten dhe s'ka nevojë të shfryjë frustrimin te fëmia i vet më vonë. Në Shqipëri mësojmë si të bëhemi doktor, por jo si të bëhemi prindër. Pyet një 18 vjeçar shqiptar për kimin organike, do të thotë, se mbaj mend. Pyet si të qetësoj një fëmijë që qan për orë të tëra, do të ngrys vetullat sikur i ketë thënë ndonjë fyerje, sepse askush nuk e ka shpjeguar që prindërimi nuk është të mbyllësh gojën fëmijës, por ta kuptosh pse qan. Dhe se shpesh pas çdo sjellje të keqe të një fëmije, fshihet një emocion që kërkon të dëgjohet. Por ku ta mësojmë? Në shkollë, ora më e afërt që ka lidhje me emocionet quhet edukim qytetar. Ku fëmijët mësojnë që duhet të kalojnë në vijat e bardha dhe të mos flasin kur flasin të rriturit, po për ndjenjat zero. Asnjë fjalë. Asnjë fëmijë nuk del nga shkolla duke ditur si të kërkoj falje një tjetri pa u ndier i poshtruar, si të kërkoj ndihmë kur është keq, ose si të mbaj kufi pa u ndier egoist. Dhe prandaj rriten me idenë që prindi gjithmonë ka të drejtë. Fëmia duhet të bindet, nuk duhet të kundërvihesh babait. Kështu lind patriarkati i butë i familjes shqiptare, që quan edukat, atë që në fakt është nënshtrim emocional. Nëse prindërimi do të ishte lënë në shkollë. Imagjino një orë mësimi ku fëmijët mësojnë çfarë ndodh në tru
kur një prind vërtet? Si ndihen fëmijët kur nuk i dëgjojnë? Si trauma kalon nga brezi në brez? Si ndjenja e fajit e tepër të bën të jesh prind kontrollues? Si dashuria e sëmur nuk është dashuri, por varësi. Në vend që të mësojmë se si të bëj një projekt në PowerPoint, të mësonim si të rritni një fëmijë pa e shkatëruar atë emocionalisht. Në vend që të mbushnim kokën me data historike, të mësonim se një fitore e madhe nuk vlen nëse në shtëpi je një humbës i dashurisë. Një lëndë për prindërimin do të ishte investimi më i madh që një shoqëri mund të bëjë, sepse çdo fëmijë që kupton marrëdhënie me prindërit e vet ka shumë pak gjasa të përsërisë të njëjtin model. Në vend të prindërve të mirë me nerva, do të kishim njerëz që dinë të kërkojnë falje. Në vend të prindërve që mendojnë se rregulli bëhet me frikë, do të kishim ata që kuptojnë se respekti s'mund të kërkohet, vetëm fitohet. Po përse s'u mësohet? Sepse na zbulon hipokrizin. Në momentin që fut në shkollë lëndën e psikologjisë së prindërimit, sistemi do të duhet të pranonte se shumë nga mënyrat se si janë rritur kanë qenë të gabuara. Do duhet të pranonin se bricmat, turpërimet, ndëshkimet, krahasimet dhe tiri urtë se si e njeri nuk janë edukat, por trauma të heshtura me konsum moral. Dhe këtë shoqëria se duron dot, sepse e kanë ngritur të gjithë identitetin e vet mbi idenë prindrit tanë kanë bërë më të mirë, por më e mira e dikujt që s'ka ditur më shumë s'do të thotë që është më e mira për fëmijët tanë sot. Prandaj është më lehtë të vazhdojmë me të vjetrën, shkollën që sprek emocionin, prindrit që se njohin ndershmërinë dhe brezat që mësojnë t'i fshejnë ndjenjat si turp. Në fund fëmijët mësojnë nga ajo që je, jo nga ajo që thua. Mund të mbushësh orë të tëra duke folur për dashuri, por nëse nuk e praktikon në shtëpi, fëmia nuk e kupton. Mund të bërtasësh, të dua, por nëse ai të shet të stresuar, agresiv, të mbyllur, ai e përkthen ndryshe. Dashuria është ankth. Nëse do t'i mësojmë prindërimin, duhet të fillojmë nga vetja. Të mësojmë fëmijëve që prindërimi fillon shumë herët se fëmia. Fillon me mënyrën si ti e trajton veten, si i flet vetes kur gabon, si e përballon refuzimin, si e menaxhon dhimbjen, sepse më vonë të gjitha këto do t'i transmetosh te dikush që do të quaj babi ose mami. Dhe nëse do ta mbyllim me një të vërtet të thjesht, ne jemi brezi që s'u mësoi askush si të bëhemi prindër, sepse prindrit tanë se mësuan kur vetë. Por ne mund të jemi brezi që e këput këtë zinxhir dhe që e pranon, unë s'di gjithçka, por dua të mësoj. Që se shet me turp të flasësh për emocionet, për terapin, për gabimet, që nuk përdor më frikën si mjet edukimi. Nëse do të kishte një lëndë të re në shkollë, le ta quajmë si të jesh njeri para se të bëhesh prind. Të mësojmë durimin, empatin, vetkontrollin, dëgjimin aktiv, respektin dhe kufijtë e tjetrit. Sepse prindërimi nuk fillon me lindjen e fëmijës, por me rilindjen e ndërgjegjes. Deri atëherë mbetemi një popull që di përmendës zhvarrjet e naimit, por s'di si t'i thot një fëmije të dua pa ja prishur zërin. Një shoqëri që jep notë sjelljes, por s'mëson dot dashurinë. Dhe ndoshta pikërisht aty dështojmë më shumë se kudo tjetër. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër pas here. Dhe në videon tjetër, miru takofshi.